Profesor, përshëndetje, kënaqësi që je pranë meje sot në podcastin Hap. Faleminderit Agon, kënaqësia ime. Profesor, sot përshtyllojmë një temë që pak a shumë besoj po supozoj të paktën që gjithë populli i Kosovës e ka një të paktën fjalën PISA dhe testin PISA, por jo domosdoshmërisht të gjithë e kuptojnë, është e natyrshme. Kështu që kisha pas dëshirë, natyrisht kemi me hy thellë në këtë diskutim, po kisha pas dëshirë me nisë me një pyetje thjesht. Çka është PISA, profesor? Qysh mundem me ja shpjegu testin PISA një fëmijë 15 vjeçar, për shembull, që në këtë rast është edhe targeti i këtij testi? Faktikisht PISA ka për qëllim të matë përgatitjen e fëmijës që njohuritë e veta t'i zbatojnë në praktik. Do me thonë e matë këtë shkallën e zbatimit të njohurive në praktik dhe këtë e bën në 3 fusha, në fushën e leximit, në fushën e matematikës dhe në fushën e shkencës. Dhe është test ndërkombëtar, i cili nuk ndërlidhet me planet dhe programet mësimore, nuk ndërlidhet me tekstet mësimore, po ndërlidhet me atë një supozim se fëmia i moshës 15 vjeçare duhet t'i ketë disa aftësi të caktuara që njohuritë e veta t'i zbatoj në praktik. Dhe kështu zhvillohen testet për të gjithë fëmijët 15 vjeçar në vendet pjesëmarrëse në PISA. Natyrisht, ato përkthehen në gjuhët përkatëse, për shtaten, për shembull për gjuhën shqipe ekzistojnë të paktën 3 variante, njëra është për Kosovë, njëra është për Shqipëri, njëra është për Maqedoni, sepse terminologjia dallon. Jo për shkak të se gjithë e përdorim një gjuhë standarde, por dallojnë fjalët të cilat i përdorim, apo jo, dhe këto do me thonë i përshtaten nxënësve të 3 vendeve të ndryshme në mënyrë që ata ta kenë testin sa më të afërt me ato ekspozimin gjuhësor të cilin e kanë. Në këtë rast, profesor, qysh mundet ose qysh duket një pyetje në testin PISA? Po pyetjet e testit PISA janë pyetje logjike. Për shembull, një pyetje që ka qenë para disa vitesh ka qenë kjo. Një fëmijë, për shembull, ose një djalë i ri, i ka ca para të Afrikës Jugut, për shembull, atë valutën e Afrikës Jugut, dhe shkon i shkëmben ato me një kurs të caktuar me valutën e Indis. Pastaj, atë valutën e Indis e merr, shkon në një vend të tretë dhe i shkëmben me valutën e atij vendi. Dhe tash kërkohet thjesht prej fëmijës që të di sa do t'ishte kursi sikur ato paret e Afrikës Jugut ti ketë shkëmbyer në vendin e tretë drejt për drejt e jo përmes këtij shkëmbimi në Indi. Sa do të fitonin? Do me thonë, thjesht është fjala me zbatu pjestimin, apo jo, në mënyrë të drejtë. Nuk do me thonë, por ka pyetje edhe ma komplekse, se pyetjet në PISA janë pyetje të ranguara, do me thonë, janë sipas niveleve. Performon nxënëse dhe ato shkojnë mandatet. Ashtu tani me këtë testin digital ashtu po shkojnë. Do me thonë në fillim nëse nxënësi tregon rezultate të mira në pyetjet e para, i paraqiten pyetjet gjithnjë më të nivelit më të lartë, apo jo. Po nëse nxënësi tregon një ngjecje në përgjigje, pra nuk jep përgjigje drejta, atëherë vazhdohet me pyetje të nivelit më të ulët që të nxirret, do me thonë, maksimumi prej atij nxënësi dhe të shihet se sa është vërtet niveli i tij ose niveli i saj. Profesor, PISA ka fillu në vitin 2000, nëse nuk gaboj. Po, ashtu. Edhe për me botë të ditur, nuk ma drejt për drejt aftësit në këtë rast e individit të nxënësit, po performancën e sistemit të tërësishëm arsimor. Ajo është e vërtet. Ky pak a shumë, do me thonë, është edhe qëllimi i testit PISA. A ka edhe diçka tjetër për shembull që mbartë në veti PISA për sa i përket objektive apo si qëllimeve? Po, ashtu si e tha, PISA ka për qëllim që ta marrë performancën e sistemit arsimor, jo performancën individuale, prandaj edhe merret një mostër e rastit e nxënësve 15 vjeçar. Dhe ata nxënës 15 vjeçar merren nga gjitha klasat ku janë 15 vjeçar. Pra një herë ekziston një bindje se gjithë janë klasëve të nënta. Jo, krijohet një listë e të gjithë nxënësve të lindur në vitin e caktuar, varësisht nga viti kur mohet testi, për shembull për vitin 2022 ka mundur të jetë si viti 2006 si orientim, se ai ka pas më majt në 2021-ën, pastaj u vanu për një vjet. Dhe ata prej atyre nxënësve bëhet përzgjedhja. Disa prej tyre janë në klasën e 7, disa janë në klasën e 12. Varet tash si kanë mri
me atë moshën e vetë, në klasën e 12 marra ndodh, po në klasën e 11 kemi pas. Do me thonë zës, po shumica në klasën e 10. Do me thonë shumica në klasën e 10. Dhe tashti, atyre nuk ju bëhen pyetje nga plani dhe programi mësimor, po pikërisht ju bëhen nga shkatësit.